Në këto momente sapo kanë përfunduar garat e atletikës të vlefshme për Kupin e Shqipërisë dhe Vllaznia si për herë vitet e fundit është fituese e këtij trofeu. Me trajnerin kampion të Vllaznisë Bruno Rotani, urime Bruno për suksesin ekipor. Faleminderit. Por keni edhe një sukses tjetër, edhe më të madh, sepse sportisti juaj Franco Burraj u shpall kampion në garën e tij 400 metrë dhe përmesoi rekordin kombëtar. Pra, një gëzim i dy fish për ju. Është vërtet një rezultat shumë i mirë dhe një paraqitje shumë i mirë Frankos. Theu rekordin kombëtar 46-14, ishte 46-16 rekordi kombëtar i cili mbaj po nga vetë ai. Një rekord kombëtar në këtë muaj maj duket se është premis dhe nxitje për vazhdimsinë e garëve të tjera, sidomos ndërkombëtare. Patjetër, Franco në fakt po kalon një formë shumë të mirë, ku në aktivitetin tjetër që morëm pjesë, që ishim në Malzi, Franco ja bani kohën 46-50. Me këtë paraqitje që të bëha Franco, besoj që shumë shpejt në aktivitetin e rallës, besoj në aktivitetin ndërkombëtare do të thyet përsëri rekordi kombëtar, ku edhe konkurenca është më e madhe, patjetër, besoj që do të thyet. Ku do të jetë gara e ardhshme ndërkombëtare? Po, kemi kampionatin ballkanik, që do të zhvillohet në Greqi, dhe besoj edhe disa aktivitete tjera të cilat nuk janë konfirmuar. Ndërkohë, në klasifikimin ekipor, Vllaznia fiton titullin e 18 radhazi dhe e 28 në total. Në total, një sukses i jashtëzakonshëm i juaj, i kryetrajnerit Albert Marashi, i Dorian Tafes dhe i Jahjes. Po, është e vërtet, ky është kontributi i gjithëve, trajnerave, po ashtu edhe sportistat, cilët kanë bërë një paraqitje shumë të mirë në disiplinat e tyre, dhe besoj që tani me 11-12 qershor do zhvillohet kampionati kombëtar, do të bim edhe titullin kampion të 28 në Shkodër. Disa nga individët me të spikatur në garën e sotme nga Vllaznia. Në garën e sotme paraqitje shumë mirë kanë bërë Endi Rakaj në kërcim zgjatit, Kulindo Kiri në tërhapsh, tjetër në garat e vrapimeve, Sidet Kupliku, një paraqitje shumë të mirë, Franco Burraj në 400 metrë, dhe në stafeta si Glenis Haxhiaj dhe të tjerë. Më falni se tash nuk kujtohen të gjitha emrat. E veçanta e këtij aktiviteti ishte edhe konkurrimi i Diamond Pojës, i cili edhe pse atlet veteran, këtë radhë preferoj të konkurronte me ekipin e rritur. Po, është e vërtet, Diamanti është me senior, me të rritunit, me veterant, por këtë herë për kënaqësi të tij edhe tonin mori pjesë dhe në garën në kupën që është zhvilluar sot në Shkodër. Për femra, pati ndonjë spikate Eritha Rasa që është e zakonshme? Nuk ka marrë pjesë në këtë aktivitet, sepse ka pas një dëmtim, por një paraqitje shumë mirë bani Roa Bashli, e cila është një sportiste e perspektivës, është vetëm 14 vjeçare dhe garoi në 400, një performancë shumë e mirë për sot për Roan. Profesor Rotani, urime për rekordin kombëtar të realizuar nga sportisti juaj Franco Burraj dhe urime edhe në shkallë ekipore. Faleminderit. Suksese në vazhdimsi. Faleminderit.